Dhe rrogat nga 2005 deri 2013 ishin rroga relativisht të ulta, rroga minimale, pak më të larta se minimale. Dhe po të shkojë 2005-2013 në një fakultet të gjuhëve të huaj dhe të thotë dua të marr 10 studentë në punë, merrje me njëherë. Edhe pagesat janë shumë të mira. Pas 2013-ës, flitet 1.000, 2.000, 3.000 euro. Prit. Atëherë kanë qenë së asimias 2.000. Së asimias 2.000. Pastaj fitimet në shpam tek materiali shkonin 10.000 euro. Pas 2013-ës, këtu vjen një grup izraelito-gjeorgjan, pra qytetar izraelito-gjeorgjan, që fusin fintechun, si thush, konsulencën financiare që bë me telefon. Dhe sjellin website që këta i ndërtonin platforma, website të duplikuara nga website të respektuara. Prandaj Taulanti tha, këta kopjojnë, copy-paste, kompani të respektuara të bursës. Kompani të respektuara dhe janë komplet falso. Dhe ka do një mbështetje teknologjike, kjo nga mbrapa tjera. Dhe këtu plasi, filloi mashtrimi. Pra, agent call center i për të qymë, agent konsulent, që marrin telefon qytetar në Itali, Gjermani, Amerikë, Angli, dhe shpjegosh edhe të skema lejenet, i thonë që sot po të marrim nga kjo kompani, me emër, në treg, dhe mendojmë që ju mu duhet investoni të Floriri. I japim pak fitim fillim, pastaj i thonë shiko, do t'jap 5.000 euro unë, po fude 5.000 euro tuaj të investojmë të një kompani e re që po fillon. Po shiko, po do fillojmë këtë. Kush e ka pa filmin atë Wolf of Wall Street, është bërë që vitet 80-90 me telefona shumë kollaj.